Ish deputeti Gani Geci ka deklaruar se deputeti i vetëvendosjes dhe ish kryetari i kuvendit Gleu Konjovca e ka telefonuar një ditë para seancës së parë konstitutive të kuvendit për t'i kërkuar votën e vajzës së tij, Marigona Geci, për formimin e qeverisë Kurti. Këtë deklarat Geci e bëri në emisionin Debat Plus. Sipas Gecit, telefonata me Konjovcën ka ndodhur më 14 shkurt, një ditë para seancës së parë konstitutive të kuvendit. Ai tha se Konjovca e kishte pyetur se çfarë kërkonte në këmbim të votës së Marigonës. Nuk ka tani, por ka pas. Nga seksirët e lëvizjes vetëvendosje. Është një prej deputetëve të vetëvendosjes të rrethit të Prizrenit dhe ish kryetari i kuvendit të lëvizjes vetëvendosje zoti Gleu Konjovca. Më datë 14, një ditë para seancës së parë më thirri në telefon dhe më ka thënë: "Çfarë po kërkon që të na votosh për që Marigona Geci të votojë qeverinë e Albin Kurtit?" Dhe unë i kam thënë, unë nuk kërkoj asgjë, unë nuk shes votën time, unë nuk i shes 20.500 vota që i ka marrë Marigona Geci në LDK, ka thënë Geci. Gjatë komunikimit, Geci tregon se i kishte kërkuar Konjovcës që kryeministrin në detyrë Albin Kurti të fshinte një postim të mëhershëm dhe të kërkonte falje publike për të. Por unë kërkoj nga Kurti t'i përgjigjet letrës së vllaut tim Halil Geci, që e ka shkruar më datë 9/10/2024 dhe të kërkoj falje publike, sepse Albin Kurti për familjen Geci po e luan rolin e njëjtë qysh e ka luetur Hashim Thaçi për 20 vjet dhe për 5 vjet po e luan rolin e Albin Kurtit, ka thënë Geci në Debat Plus. Postimin në fjalë kishte të bënte me përmendjen e Abedin Rexhës, Sandokanit ku Kurti kishte shkruar për vrasjen e tij në pyjet e Klodernicës më 8 tetor 98. Mesazhi që Geci kishte kërkuar Konjovcës ishte: "Fillimisht më fshi, edhe më kërko falje, edhe hajde me od. E flasim me vllazën." Konjovca i kishte përgjigjur menjëherë me një mesazh të shkurtër: "Shumë faleminderit Gani."